E tha Saki 2 vite përpara. Dhe ndodhi ajo gjë mbas 2 vitesh. Tani unë ty do të ngacmoj me diçka tjetër. Është e vërtet që nuk mund të jetë Marota lig. Po vlla, pse gjendet gjithmonë i njëjti person në një skenë krimi? Dhe do ta shpjegoj këtë shumë kollaj. Jo, më do ta shpjegoj shumë kollaj. I njëjti person është në skenat e krimit. Skena krimit numër 1. Muntari me Milanin, Marota drejtori Juventusit. Skena numër 2. Pjanic me Rafinhën, Marota drejtuesi Juventusit. Skena numër 3. Cuadrado kundër Juventusit, Marota drejtuesi Juventusit. Skena numër 4. Kjo që ndodhi tani. Marota është gjithmonë në kraun ku luhet loja. Këtë më shpjegoti mu. Ta them unë. Që Marota është sot njeriu më autoritar i futbollit italian, mendoj që kjo nuk ka diskutim. Pra është njeriu më me influencë sot në futboll në Serie A. Për gjithë kaluarën e vet edhe për pozicionin që ka sot. Dakor? Tani unë jam dakord se edhe arbitrat, edhe përgjithësit e arbitrave, edhe Gravina, njerëz janë funditës, e kupton? Kështu që graviteti është gjithmonë nga Marota, kjo nuk më bën çudi. Dhe që kur Marota të merr në telefon, kur Marota flet, ti do i drejtohesh ndryshe kur të merr presidenti Cagliarit, edhe kjo është normale. Nuk po them që Marotën nuk e kanë siklet apo frikë, se kur zgjidhen këta njerëzit, duhet japi dhe vendimin Marota, po Marota është njeri që ka influencë të shumë klube. Absolutisht, që e ka diskutohet, e ka ligë, e ka federat, absolutisht. Dhe këtë fuqi Marotës edhe Juve. Patjetër. Mund ta përmenda rastet. Patjetër. Ka qenë Interi që ka vujt kundër Marotës. Po kjo është zotësia e Marotës si drejtues, si zoti, se tani nëse mendojmë që Marota është mafioz, edhe me mafje i arriti gjitha këto gjëra, hajde mos flasim fare, ta lëmë shikojmë as se nina. Se dua unë i pari atë gjë, kupton?